do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë. Avokatin e njohur, zotin Spartak Ngjela, zotin Ngjela, përshëndetje. Mirë mbrëma. Nëse du kem, ndërsa po ju marr një koment në nisje të kësaj interviste lidhe me këto zhvillime që erdhen nga Partia Demokratike, ka një mbledhje të Këshillit Kombëtar, besoni që do të ketë një rigjenerim të forcave, të rinjve, të cilët janë pjesë e kësaj force politike, apo pa lëvizjen e zotit Berisha nuk shikoni një gjë të tillë? Po s'kan zotëri, i kanë sondazhet shumë poshtë, si mund të flasim. Dhe pse i kanë sondazhet aq poshtë? Se kanë saliun. Po si mund të vijë në pushtet një parti që ka kryetarin non grata në Amerika? Kuptoni tani që kjo është nonsens i saliut? Është non grata në Amerika. Si do bëhet kryeministër në Shqipëri? Se lë njeri të bëhet kryeministër në Shqipëri që? Atëre pse lufton? Ai lufton për të ruajtur ato që ka frikë se do t'ja marrin me procesin penal që i kanë hapur. Ai tani lufton për procesin penal, nuk lufton për pushtet. Po? Nuk diskutohet. Do të shikojmë se si do precipitoj kjo ngjarje. Nuk e dim. Shikojmë si do dali gjyqi, duke u zhvilluar, se ka filluar gjyqi në fakt. Të shikojmë se si do dali. Zim që themi përpara. Ndërkohë, zotin Ngjela, jam i sigurt që keni ndjekur gjitha zhvillimet që lidhen me protestën, ndoshta këtu mund të përfshijmë edhe Partinë Demokratike, gjithashtu Partinë Socialiste, ku një ndër thirrjet më të shumta që bëhet është largimi i kasës së vjetër politike, pra Sali Berisha, Edi Rama. Mendoni që në këtë pikë që është protesta sot ka arritur diçka në vetveten lidhje me situatën aktuale politike në vend? Flasim për arritje psikologjike, jo arritje... Një minutë, lutem. Po. Flasim për arritje psikologjike, psikologiko-sociale, jo arritje në kuptimin e pushtetit. Shumë larga jo. Është numër i vogël. Por ajo që është esenciale në këtë rast është se këta janë gjithë të rinj, student. E dominon rinia studentore dhe kjo është risi pozitive për Shqipërinë. Të shikojmë se si do zhvillohet më tej kjo iniciativë, sepse duket se të paktën sipas optikës time, mund e shoh se në rast se kjo do vijojë kështu do t'i sfidojë të dy partitë e mëdha. Varet se sa do ta ketë prekrajen. Mbasi të dali prekraja e madhe, natyrisht do dali pyetja, do krijojnë këta një lëvizje politike? Një parti politike? Dhe të gjitha këto janë ende pikpyetje. Por e rëndësishme është që ndërkohë ne të investigojmë dhe të shohim me kujdes a do rritet numri i studentëve dhe i rinisë, se këta e kanë marrë në dorë. Të shohim. Po kur thoni për mbështetje, keni fjalën për masë më të madhe qytetare apo përfshirë këtu dhe ndërkombëtarët? Ndërkombëtarët nuk kanë ndonjë vlerë të dërgojnë njerëz këtu. Vetëm nëpërmjet mediave. Edhe ata e kanë përkrahur. Deri tani e kanë përkrahur. Nuk diskutohet ajo. Këtu flitet një gjë. Pyetja është kjo. Kjo është lëvizje studentore me karakter historik apo lëvizje studentore me karakter politik? Deri tani kemi më shumë me karakter historik, se që të marri karakter politik duhet të kenë staf drejtues. Disa thonë do të nxjerrin një staf, disa të tjerë thonë jo, megjithatë duhet të presim të shohim se si do precipitoj kjo ngjarje ose kjo revolt në funksion të stafit. Cili stafi? Do të jemi korrekt me analizën tonë që pas stafat as janë, por stafi nuk njihet botërisht. Po, ndërkohë, deri në këtë moment, besoj mos dalja me një emër, me një lider konkret, u ka shërbyer për të ruajtur formën, apo jo, për të ruajtur dhe ritmin që kanë patur. Po, e kanë në favor që të mos nxjerrin jo vetëm lider, por as një ekip drejtues, se të dy partit
koha e ka treguar që i kanë marrë. Atëre këta porin të fshehur, sa ta e kanë ekipin, nuk diskutohet, porin të fshehur dhe mirë do bëjnë që ekipin zakonisht, historia na ka treguar që në vendet e korruptuara, që i kanë si karakteri i politikës së sotme në Shqipëri, lëvizjet e reja politike që kanë dalë e kanë ndruar stafin një herë në 10 ditë. Një herë në javë ose një herë në 10 ditë. Ndrojnë stafin drejtues. Që të mos ketë mundësia e tjetrit t'i blej, ose t'i kërcënoj, ose t'i marri, nuk ka rëndësi se si, por që t'jenë sigurt. Unë flas për atë kulturën time që kam profesionale në lidhje me lëvizje t'illa, juridike, natyrisht. Ka patur disa arrestime, zotin Gjela, pra disa procedime të disa prej protestuesve, qytetarëve të bërë. Nuk janë mbajtur, më tepër janë shoqëruar, por mund të ketë prej tyre që mund të rrezikojnë në tjetër raste, apo janë më së tepër mi forë presioni, si shifni? Po ata e kapën, se arresti ishte në favor të studentëve. Kjo është e vërteta, dikush i ka instruktuar, se po të vazhdonin arrestet të doritej shumë, sepse të keni parasysh një gjë, revoltat popullore kanë inat të brendshëm. Dhe ky rritet sa më i madh tjetë represioni i shtetit, aq më i madh është inati dhe aq më shumë shtohen radhët. Ta dini këtë. Nuk e kam timen, është aksion e filozofisë politike. Të shohim se si do ecin ngjarjet në këtë rast. Po prezenca e eurodeputetëve, çfarë do thotë? Si e lexoni prezencën e disa prej eurodeputetëve që kanë marrë pjesë në protestë? Ata i rrisin personalitetin në funksion të pavarësisë. Dhe në funksion të asaj që quhet mbështetje ndërkombëtare e BE-s. Qoftë e Amerikës, nëse kanë ardhur edhe nga Shtetet e Bashkuara. Jo, Europa ka patur, tepër sigurisht. Aq më mirë. S'ka rëndësi, nuk ka ndonjë diferencë. Të shikojmë se si do ecë ngjarjet. Në bazë të dhënave të mia, Rama është i trembur dhe unë e pash edhe në një kështu intervistë që dha. Sa? Por historia, unë di se çka ndodh në botë, në gjendje të tilla, kryeministrat janë të iluminuar me ashtu mas të madhe të aftësisë politike, kanë të ndorëqen. Jo për të ikur, por për të rikthyer më të fuqishëm. Por ku është frika? Nuk flas për gjendjen këtu. Ku ka qenë frika? Në flas historikisht. Po. Ai që do vi si zëvendës është më i aftë se ai kryetari që iku? Kjo është pyetja. Se në qoftë se del një më i aftë, ka përplasje për pushtet brenda, dhe kjo e dëmton lëvizjen. Megjithatë duhet të presim se këto nuk janë ngjarje që kanë ndodhur këtu, por mund të përsëriten edhe këtu. Disa pika zonë Gjela kanë qenë publike tani më. Për shembull dorëheqja e kryeministrit Rama. Kjo është më tepër vullnet në raport me atë çfarë ndodh. Krijimi i një qeverie tranzitore, kanë thënë ata të cilët e drejtojnë këtë protest, pa asnjë figurë politike. Ju besoni që mund të ndodhë një gjë e tillë me një mandat 1 vjeçar për të pastruar, ka thënë ata, të gjitha lidhjet me politikën e vjetër? Është e mundur kjo? Zotri, Shqipëria nuk është monarki që e ka mbretin. Është republikë demokratike parlamentare. Forca është në parlament, zotri, dhe shumicën në parlament e ka PS-ja. Çfarë të dojë bën? Se ka 83 deputet. Të shohim se si do të organizoj aksionin politik në kontinuitet, në vazhdimsi, Partia Socialiste. Të tjerët s'kan asnjë vlerë. Nëse ndodh... s'kan vlerë vendimarrëse. Kjo e ka vlerën vendimarrëse, kjo bën çfarë doj. Bile kjo me 1 deputet, ose me 2 deputet, ndron kushtetutën. Ta dini. Por nuk ka interes se kushtetutën vetë kanë bërë. Pra,
Po unë thash për të treguar se sa e madhe dhe ku është forca e 83 deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë. Të shikojmë se si do ecin ngjarjet. Por midis kësaj që fola unë, kemi dhe një revolt studentore të brezit të ri. Mos mendoni se është një gjë e thjeshtë. Është shumë e rëndë për një pushtet politik. Do të ishte e lehtë sikur ky numër të ishte jo rinor dhe aq më keq që tani është edhe studentor. Fakti që janë studentor kanë vlerë të madhe në opinionin publik, ta dini. Pse kanë vlerë të madhe në opinionin publik? Pa ata nuk kanë ardhur nga jetimoret, zotri. Kanë familjet e tyre. Llogaritë njëri prej tyre ka 4 brapa. Ta dini. Llogaritë bëhen kështu. Se këta i harojnë këto. Dhe forca pastaj e tyre është te karakteri rinor që kanë që nuk lodhen e para. Dhe nga ato që unë kam dëgjuar sipas intervistave që kanë dhënë, drejtohen nga studentë të aftë që sigurisht do të jenë në vitin e fundit. Tani, zënë Gjela, në raport me ato që ka ndodhur deri më tani, ka 2 pyetje që qarkullojnë dhe diskutohen shpesh. E para, përse nuk e çon kryeministri vendin në zgjedhjet parakoshme? Dhe dyta, nëse ndodh kjo, pra ndodh që të shkohet në zgjedhjet parakoshme, ju besoni se Partia Socialiste fiton sërish majorancë? Ai nuk shkon në zgjedhjet parakoshme sepse nuk shikon krizë parlamentare. Ju lutem, ka rregulla në demokraci. Në zgjedhje të çon o një revolucion, domethënë një kryengritje, ose një barazim i numrit në parlament. Ata kanë 83 deputet, po çan ka ata? Të thash me 1 ose me 2 bëjnë 2 të tretat. Domethënë kanë kushtetutën në dorë. Kjo është njëra anë e medaljes. E dyta, ana e dytë e medaljes është që ndërkombëtarët që kanë bërë ekspertiza e madhe ndërkombëtare që ka bërë që dhe para një viti. Edhe tani vonë atë sondazhin në Shqipëri, mua në mënyrë private, si avokat dhe që i kam ndihmuar ose që i kam pasur marrëdhënie me ta, më thanë, avokat, kjo është shoqëria majt. Sikur më thanë ata, këtë kam ikur nga politika, se unë kam qenë djathtas. Pse do rri? Do të na e thoni kush ka thënë? Apo nuk flisim me emra? Nuk të kuptova. Kur ja kanë thënë ndërkombëtarët, kujt i referoni, apo nuk doni të zbuloni emra? Jo, ma kanë thënë në ekspertët e tyre që kanë bërë atë sondazhin dhe ka darë nga kalkulimi tyre i sondazhit. Ata bëjnë sondazhe këtu njëherë në njëherë 4-5 muaj. Dini ju këtë? Sepse, pse i bëjnë? Se është një shtet i cili pretendon për të hyrë në BE. Është shumë afër BE-s. Ashtu ju duket ju. Çfarë ndodh në Vip, zënë Gjela? Çfarë parashikoni? E fundit si pyetje, tani më gati një muaj kjo protesta për ditë. Ndatë 4 korri ka një tjetër kombëtare të thirrur. Çfarë ndodh në optikën tuaj në Vim? Deri tani nuk ka ndonjë event politik. Edhe njerëja o thash, po e përsëris. Nuk fritet për revolucion. Në një vend të BE-s. Është pamundësi absolute. Nuk flasim për revolucion. Por pyetja është në zgjedhjet e reja që mund të vinë, se mund të kalojnë në krizë, kjo çështje, kush fiton? Por pyetja para kësaj është si do kalojnë në krizë. Që të kalojnë në krizë duhet që majoranca të humbasi deputet. Ku humbet deputet majorancë, kjo është ideologjike. Janë të majtë ata zotre, janë socialistë. Por, zgjedhjet dy etapat e fundit të zgjedhjeve këtu,
treguan atë që ju thash, që ma kishin thënë ndërkombëtarët që kjo është një shoqëri e majtë. Nuk diskutohet. Pra, ky është rezultati pa ndryshueshëm. Mos mendo se është regres shoqëri e majtë. Domethënë janë socialistë. Ose pse pak ka në perëndim që janë shoqëri të majta, edhe Italia ka qenë kështu, janë shumë shtete. Am kuptuar se shfritet për komunist këtu. Qartë, patjetër. Shfritet për socialist ose për social-demokrat. Zoti Ngjela, e fundit si pyetje ma lejo këtë, duke qenë se e njihni mirë artin dhe e dashuroni atë, pas jush shoh dy sy që ju ndjekin gjatë gjithë kohës, një pikturë. E kujt është? Piktura mbrapa? Po. Imja? Po. Po pse, unë e kam pikturuar? Se di ju pyeta. Po nuk mund të hapun në autorin pa pyetur autorin. Megjithatë ka domethënie veçantë. Nuk është imja, është piktor shumë i rëndësishëm. Faleminderit shumë, kënaqësi ty kisha. Edhe unë gjithashtu. Mirë, do të shkëputemi këtu për të rikthyer së bashku vetëm pas pak për të vijuar më tej me zhvillimet.